Gazetarja Keti Banushi ka udhëtuar në Krujë, do të lidhemi me të tani për të kuptuar situatën e momenteve të fundit dhe se çfarë po ndodh aktualisht. Keti, të përshëndes. Përshëndetje Arlind. Në fakt, fatmirësisht, situata ka qenë ditën e djeshme shumë e rëndë, por tashmë gjithçka duket se është normalizuar dhe ajo që ka mbetur janë plaja të mëdhaja të cilat janë djegur. Sipas banorëve kanë dashur vetëm disa minuta që zjarri i cili është vënë brenda pothuajse në rrethinat e qytetit nga një qytetar ka marrë malin dhe kjo është si pasojë e erës e cila e ka ndihmuar që sipërfaqja të përhapet. Gjithashtu, sipas banorëve, gjatë mbrëmjes së djeshme kanë patur dhe shumë të paktën zhurma të kërcitura, me sa duket gëzhoja ose të tjera materiale të cilat të mbetura në tokë nga 97-ta, të cilat e kanë bërë dhe më të rëndë situatën. Por ajo që mund të themi ditën e sotme është vetëm fakti që fatmirësisht gjithçka është vënë në kontroll ditën e sotme, dhe ndërkohë që banorët të cilët u evakuan ditën e djeshme janë kthyer në banesat e tyre. Janë të pakta ato banesat të cilat janë prekur nga flakët ditën e djeshme, por nëse nuk do ishte ndërhyrë në kohë, me sa duket kjo zjarr dhe kjo sipërfaqe mund të ishte akoma edhe më e madhe. Megjithatë, operacioni nuk ka përfunduar ende, ne po shohim që helikopteri vijon të vijë në disa prej vatrave të cilat ndoshta mund të quhen të rrezikshme dhe mund të ketë një rindezje tjetër, pra vijojnë helikopterët të vinë dhe të hedhin ujë të paktën në disa zona të këtij mali, i cili në fakt, siç e shihni edhe nga pamjet dhe nga dronin, i cili e kap dhe më qartë, sipërfaqja është tepër e madhe, ndërkohë që paniku te banorët ka qenë i madh. Mund të them që të paktën përgjatë gjithë natës banorët kanë qenë zgjuar dhe janë ngjitur të paktën në mal, dhe në ndihmë edhe të zjarfikësve, por edhe të forcave të ushtrisë, të cilat kanë qëndruar përgjatë gjithë natës, siç e theksova, duke e fikur zjarrin me mjete rrethanore, pasi helikopteri e kishte të pamundur të furnizohej me ujë dhe të hidhte gjatë natës. Pra ka qenë e vështirë edhe ndërhyrja e tyre, por dhe terreni që është tepër i lartë. Keti, falenderoj për këtë përshkrim të situatës, të shpërndarjes së vatrave dhe se si është aktualisht përpjekja në raport me atë se çfarë terreni kërkon, gjithashtu edhe për pamjet që së bashku me grupin e xhirimit të Report Televizion përcollëm nëpërmjet dronit për të kuptuar madhësinë, shtrirjen e zjarreve dhe atë se çfarë kanë lënë pas, sidomos pas mbrëmjes së djeshme flakët.